sepse Serbia kur nuk e fshihte qëllimin e saj ndaj shqiptarëve. Prandaj pyes sërish, çfarë duhej të bënim ne? Ta prisnim radhën për të vrarë, apo të iknim nga vendi dhe shtëpitë tona? Asnjërin dhe as tjetrën. Prandaj duhej të rezistonim. Prandaj unë besoja se Kosova kishte nevojë për vetë mbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre. Kishte nevojë për dikë siç ishte Adem Jashari dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Prandaj unë ju bashkova Adem Jasharit. Ushtria shqiptare e Kosovës nuk u krijuan nga dëshira, por nga nevoja. Ishte reagim ndaj dhunës sistematike dhe mohimit të dinjitetit. Nuk ishte aventurë, ishte mbijetesë. Prokuroria në mënyrë të çuditshme dhe në formë akuze, me të cilësën si njëri person i afërt me Adem Jasharin dhe si organizator që gëzon të respekt. Nuk është e qartë nëse kjo është menduar si akuzë apo si vlerësim. Për mua të qenit bashkëluftari Adem Jasharit është nderi më i madh që mund ta kisha. Po ashtu konsideroj edhe nder, edhe cilësimin si një nga themeluesit kryesorë të UÇK-s. Po, kam mbartur armë. Armat për ne ishin mbijetesë. Shumë nga bashkëluftarët e mi kanë vdekur duke siguruar ato. Ne kërkuam ndihmë dhe armë edhe nga vendet mike, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që është trajtuar edhe në këtë sallë. UÇK-ja nuk kishte qëllim tjetër përveç lirisë.